A është e prish vari futbollin? Në ndeshjen mes Barcelonës dhe Parisit ka shpërthyer një polemikë rradhës. Paris Saint-Germain ka shënuar gol me Gonçalo Ramos, po shumë kushta se ai ishte në pozitë jashtë loje. Normal këto raste sot i rregullon vari. Po problemi është pikërisht te vari. Po me atë që u përdor, nuk ishte nga momenti i saktë i pasimit hakimit. Ishte një frau ma vonë, edhe kjo e ka bërë Ramosin mu duk që është në vijë. Por në fakt shumë analiza tregojnë që duhet ishte offside. Barcelona ka protestuar ashpër, po arbitrat e lanë golin në fuqi. Edhe loja ka vazhduar me një hije të madhe dyshimi. E ky rast pe hap një debat kogja të madh. Para se me ju vari, vendimet e gjyqtarëve, edhe kur ishin të gabuar, pranoheshin si pjesë e lojës. Kishte nerva, kishte polemika, po futbolli duke më natyral. E me varu premtu drejtësi. Po ndodh pak e kundërta. Në vend që me qetësu debatet, po i dhezë edhe ma shumë. Disa tifos po e shohin si shpëtim, e disa tjerë si shkatrim të emocioneve spontane që i bënin lojën unike. Kështu që pyetja mbetet e hapun, a ka qenë futbolli më atraktiv para varit apo pas tij? Edhe mos harro, follow Urban FM e subscribe në YouTube.